Emisioni Një Kafe me Lavin mbështetet nga Prishtina Ticket, Area Petrol, Avin Cafe, Teljaku Dental, Valone. Përshëndetje, po i thamë shikuesve të radio televizionit distëni, shikuesve të emisionit Një Kafe me Lavin. Me lumin, me taulantin, jemi sonte bashk, urrojmë që një natë e bukur e veçantë. Fatos Kryezeu, në ki emra, Egzon Pireci, jam pjesë e kësaj natë, të bukur dhe të veçantë emisionit Një Kafe me Lavin. Jam me pat, jam falenderues sepse unë aromen e Pavin Cafe se kam në studion e emisionit Një Kafe me Lavin. Faleminderit që është pjesë e rrugtimit tem, që është pjesë e imja. Për toke kudo që udhtoj, karburantin e kam tek Area Petrol. Është e vetmja në vend për momentin, do zgjerohet me kohë, por e vetmja po lider sa i përket cilësisë në vendin ku jemi në Kosovën tonë. Lider në vend sa i përket fluturimeve kudo në përbot, Prishtina Ticket. Faleminderit që është pjesë e rrugtimit tem, pjesë e emisionit Një Kafe me Lavin. Prej sonte, në Prime jemi, po edhe me Prime Travel udhtoj kudo në për Bregdete. Ja vjen të hyni ta vizitoni sepse mbi gjitha ka koreksi, edhe ka cilësi. Valone, faleminderit që është pjesë e rrugtimit tem. Bosqeshi bukur çdo javë tek emisioni Një Kafe me Lavin. Fal Teljaku Dental. Faleminderit Ari Teljakut bashkë me stafin e tij që janë pjesë e emisionit Një Kafe me Lavin. Natë bukur, natë veçantë. E këto momente, këta dytë qetësohen, sepse me njëre pas pak bashkë me këta dytë është Egzon Pireci, edhe unë i pres me njëre pas kangës që t'jam ullun bashkë me ta edhe të filloj të flasim diçka të bukur edhe interesant për shikuesit e emisionit Një Kafe me Lavin. Shikim në barë. Gjamadani, kuq si gjak, kuq si gjak, Gjamadani, kuq si gjak, kuq si gjak, ta qenisa, prej Marakut, ta qenisa,
prej Marakut. Fije, me gajtan, o me gajtan. Fije, me gajtan, o me gajtan. Ojna, ojna, për sevdane. Ojna, ojna, për sevdane. Dil në derë të qikoj pak, ta qeni sa për marak. Sa ta shoh si tri në shtat, hajde vasho të rim pak. Hajde vasho të rim pake. O hajde vasho, o të rim pake. Hey! Dil në derë të qikoj pak, ta qeni sa për marak. Sa ta shoh si tri në shtat, hajde vasho të rim pak. Hajde vasho, o të rim pake. O hajde vasho, o të rim pake. I prezentova pakës më parë se kush janë musafirët e kësaj nate të bukur dhe të veçantë që e kemi bashkë me ju shikues. E ndëgjuam edhe këngën e parë, interpretimin e parë të Egzonit. Është kënaqësi sepse në Kia, Egzoni dhe Fatosi janë pjesë e kësaj nate. Kënaqësi e veçantë. Veç kallzoni kush kënaq këtu. Fatos, Egzoni ka në Kia ka me kënu ma vonë. Po Fatosi jarë me vonis, ka mujtë nështë. Po vonoha ka kërë falje. 14 minuta po më do, po s'ka vonë. Kush kënaq palje, po. A kënoj dikush po më doge ta? Krejt po më doge që ka kënu. Mu ketë po më doge që ti Anise. Prov. Prov. Dhe gjam, unë nuk e kam problem heq da e nisim të 4 tash. E kënua po. Po, të 4 t'ja nisim. Hajde. 3, 2, 1, shkojmë. Kush po do mi Anis? Se dy në kanë tre. Bravo. E s'ka të shumë minutë të. Bravo, bravo. Qa po thot? Se dia u kam tregu edhe kam një Këngo pa mahi, o plot usta e me një di. Më matiri e këndon, kur e këtëllë në ti. E kam një këngo pa mahi, o edhe peja o e kani. Në dojë në qashike në kani. S'kam lën këndo pa e përmen, dashuri so i kam lën ven. Dashuri so i kam lën ven, po në tren më perzeren. E mua një herë më kam në një plan, kënga aleve u bën lan. Kënga aleve u bën lan, ose jeta nuk është kajma, o nuk është kajma. Po, dhe qysh mu duk se aty ty në eri së i konë të emisione po Ama lap. Kënoj dikush? E tash kush kënoj? A kënoj dikush? Pas kuarteti i mirë ka valë. I mirë. Ej, po mbojt shefi që ju kam aq ma tepër sonte në kuadrë të emisionin një kafë mlabin. Fatos ka një kohë gjatë që pre intervjisës me mu që ke qenë në fund në teatr të labit në atë kohë, nuk je dalë. Ja, se më dalë, po. Pse? Për logjika është që jo që nuk kom qef me dalë, se e kemi pak obligim dhe ndaj njerëzët që na dojnë na përcjellin, po s'kom pas diçka konkrete me nda me njerëz, që mos me dalë mu përsërit, s'ka nevojë. Kur bën një projekt diçka, shkon në intervistë, e prezanton edhe çao. Po sot nuk është koha e projekteve, vishë projekteve. Sot është koha dhe me tonë me jep edhe me qenë ma afër, se po e shohim fort mirë që kur po hynë dhe një jetën pak private,
njerëzit po lidhen pak ma shumë me ty. Po, okej, po se kom pa të asysh, se ti edhe na kena nisë në 4-3-ët. Në intervistë, televizion, a ne me emisionët që ke botë, ja kemi lodhë, se pak pauza. Edhe logika ka qenë tjetër se u mjela pak, flakt, edhe botoks hasanet, edhe doli oju në ketë kështu para publikut, me kom pak ma natural. Po si do se tjetë, e kom atë shmekin tem kur dalë. Po, që gjithmonë e ki faza. Kështu jam serios një. Egzon e ke falemderit. Falemderit, është knasë. Për ndryshe falë për të prejtë, për knasje e veçanë se jo, me ty këna qenë, me ty s'këna qenë bashkë, në një panel, knasje e veçanë se jemi 3 njerëz në një veni. Po, sytë mos, janë isë me trenë për zëren. Për zëren. E qëto, kjo më vjeni natë shumë që i thëmë për zëren. Po. Shumë validhe. Për zëren, dhe më tonë po... Po, komentaj që ka dhënë akcenti, kush e ka bërë? Per zëren. Jo, për e ka pas për emrit vjetër për zënjit. Se për zënjit emrit vjetër ka pas per Feron dhe ka. Per zëren. Jo, para se u konë Feron. Para Feron. E kështu që ka me të per zëren edhe ma dhe kanë lonë. E mas andej Feron dhe o bo Suarek. Suarek, ka shku Suarek ka thënë që mu po dule. është knatësi për me... Knatësi, po edhe në anën tjetër, ju dytë nuk është që nuk ju kom pa. Nuk ju kom pa edhe në për intervista, por edhe me projekte. Për shkak se po punoni, vazhdimisht po punoni edhe me mbrëmje. Tash të qoftë mbrëmjet të cilat janë në vendin tonë, po edhe jashtrojë. Po e marrë kështu Maqedoninë e Veriut, për shkak se në për lokale, në për vendet ndryshme po këndoni. E bukur është me qenë kreativë që të fakt ju dojnë edhe adhurojnë këngën. Po, labë faleminderit shumë për atymëve që përna më pështesin, se u bo një kohë shumë e gjatë, 43-ën dhe ta... Po, tash një kohë shumë e gjatë, po thuj se une kom nisë në shta dhe me ty, nëse zbërbëj, kështu që... Po mundon të ankon me ofru diçka... Falë, edhe kjo është sa drejtë që i vjetër. Adhe kërë ka njësë, atër do të që i bëjke këtë një flakë. Po që ato... Atër kërë ka i plotu, falë. Bile paradokojmë du një fotografi në emision, rikujtim kështu para 10 ma shumë vjetë, me na po, s'pëdi po më duket këtë kina po s'ka 10 kile ma pak. E di që duksim si gjyna. Edhe mas luftë, kona e fukëra lëku i mas luftë, edhe zëtë të mera. Jena, plak, ba plak, Jo, nuk ta mas pak, nuk e lëshoj. Po vesh për ta kujtoj. Nuk e lëshoj. Asun e se lëshoj. Ja, si në makja. Na nuk kena plak, kena vjetë trupa. Jena veç pak të bajtun, veç pak. Kështu që mirë, po më dojë falimderit për atyme që për nga pështesin, edhe në përmramje, edhe në pas dasma kove të fundi, jashtëzakonisht shumë për gjithë dasmorve, qifte që po martuon, po na besojnë, po na epin shumë shtetje. E për ato arë pasirët po ofrojmë dhe projekte të reja, për shamë tash para një 2 muaj unë nëzora një kongë bashkë për Prizreni, që quajta Qanë Prizreni, një histori dashnis, edhe inshallah u pëlqy për qytetarët Prizreni, se për shamë la i vushtris nuk o që ka në emocion për Prizreni, po që mund e pas pak, nëse ka pas në i femën kalumë. Zamakun e kënojnë këtë, o Zamaku i Prizreni, e kështu që po ofrojmë her pasere, edhe nuk punë e kena, s'kena punë tjetër. Kena lidhje me Prizrenin, sidomos dhe me thonë me Shadervanin, nga krejt lidhë. Ama nuk është të vërtet që aje që me piju. Që me forë është, aje zikë shka. Sa ujnë e kom piju aty në kurs që martu Prizren. Ajo vlejnë për këta që vinë për jashtë, edhe adi unë shpesh ka thonë, ajo adi për shka ka vlejt? Ka vlejt kuj në konë në 3, për shumë që fatos e manë men, në rishim të qeshmja, priqim këta ekskurzion që vishin, dhe nëse ishë në i femën e bukur, me thonë, e që nëse pinu ujnë që ku jom? Që gatim ki. Gatim sa femën aty këmë tonë që shtone, ma blak. Mësë qelë shumë së televisioni. Për që ato e majnë me prefatosi, se shisha kyporin aty. Rësha me gitarë, aty me ranë sy, jo, së shte mërti. Egzan? Qa bune la. Ka për dalim sot. Këtë të thonë, unë jam i vushtrez, ma blok. Po dhe. Ja, falimderit la për ftesën, është gjithmonë knatësi me ty, edhe nuk jaroj kur e kom prejt parve që na kemë për shtetë, për mu personalisht për foli, kështu që ta di për nderë për jetësisht.
Mu më vjen mirë që ju kam aq ma tepër në këtë pjesë parë të emisionit, se nota është e gjatë edhe kemi me qëndru për gjatë bashkë edhe me shikuesit, po sidomos tek pjesa e parë, unë po e preferoj këtë periudhën e fundit, me nda diçka të bukur njëri me tjetrin, me nda diçka prej kujtimeve që i kemi aq ma tepër tjetës tonë, që na lidhë gjithë shka, edhe unë kam përsëritim ka diçka të vendosme me një kuti, edhe ku i thëmë berat nëse ka mundësi që atë kutia me mi dërgu, edhe po i qelim, me njëre me inkuadrët emisionit, edhe po këshyre një qka kom renda, dhe me tonë. Inshallah na sinqet, inshallah na sinqet me tregimet. O, Berat, faleminderit shumë. Faleminderit Berat, sa shpejt. Çfarë surpriza? Okej. Po ja nisi kështu. A me ja nisi për matë madhe sa për të voglja? Keni shef, për mu është... Me që i kena pak si klasik kena matë madhe, nisa për matë madhes. Nëse japim respekt na matë madhe. O kry, që? Kjo ma e madhe le të gëzën respekt. Na i patika, qa ka? A që kjo ka emi, ha? E ma e madhe, po. Patika, bravo. Na i të qka kur kënë gajt, i vogël krykon. Jo, veshjet komtare ku ka. Vilu ka dhe, fantastik. Inshallah dhe jasë, të s'më me pas. Okej. 2 kapelet. Ku e kemi kamerën? Hera. Po, pa merak se i marim, prej gjithka, kështu që pa merak. Ares edhe Hera. Edhe Hera. Jënë 2 engjujt e mi, jënë 2 fëmijët e mi që sot mas pari falenderona Zotit që mi ka qu, për shkak se shumë e din, edhe shumë nuk e din që shumë ka qenë vështirë me ardhë ta njetë. Tash i kemi edhe 2 këtu, të shumë... Kjo është e Herës, kjo është, kur ka dalë për spitalit, është... Ajo e po dhona të FB. Kodi, këtu floku i Herës. Ama a e ke rujt, a? Po, floku i Herës. Kur i ka bo një vjatë, po me seja, po? Edhe këtu e kemi edhe, e kemi rujt njëjtat edhe të djalit të Arisit. Fantazinë. Tash pse emocionona unë e sartë i kom këto, Fatosi ta një fjallë porës, inshallah e natë sinqert me këtë këto që kena me të regu, unë po du me ndalë me ju edhe me gjithë shikus që dikun rreth 8 vjetë na kemi bo përpjekjet jashtë zakonshme për me pas fmi. Na 8 vjetë nuk kena mujtë me pas fmi, edhe nuk kemi lon gur pa lëviz, lab, deri sa Zoti na ka qu, na dhe kemi qenë edhe atere unë e di, shumë mirë dhe me thonë. E pendoj edhe me Fatosin edhe me Egzonin, po edhe me gjithë shikust. Inshallah kam fat e jetë njëri. Faleminderit shumë të goja. Po që kjo periud ka qenë... Kalzoj qef edhe na e vjatë, kur t'ja njësë me shkusht. A po, ha? Kime dhënë qau guta mi më ka. Jo, tash për vrej që po më marin shumë energjin. Me gjitha to, është bekim i madhë, sidomos që i ke djallë mi pas, po më duket Zoti na kish rujtë surprizën për neve, se një 8 vjetë në ala me shetit, me pa botën, me shkua ne i kënej, edhe gjithmonë unë e kom pas një sen që unë kom pas besim të madhë që herë do kur kanë me na ardhë, edhe në asë njerë nuk e kom u për shpresën, asë njerë nuk e kom u për ndjenjen që një dit ka me më thirë mu dikush babë. Dhe më që ato kisha qef me një, qatë zo. Mbrejke mrena, mirë po 8 vjetë, asë njeri vetëm nuk ma ka po ftyrën e mërzitne. Kom shku, kom kënu, kom pas mramje ekstremisht shumë në atë periud. Kur nuk jam duke i mërzitëshëm, edhe pse nështë ta kom marrë prej spitalit, kom shku me kënu, une nuk e kom reflektu. Nështë ta mrena kom pas dhimbje tepër të mdoja, po kur do që kene mi nejt e kene i vrejtë edhe ju, kur do që kena pas gjirime, kërkush nuk ma ka pa dhimin e mrenshme, edhe për atë arstu i kom nështë po flasë me emocione për këto 2 gjana shumë të vlefshme që i kemi rujt. Këto ja ka bo dhurat Hala, Ulpiana, me emra, kështu që edhe emra që i kemi aty gravu, është shumë me rëndësi dhe Diri sa po flet për këto 2, unë edhe një foto e kam që po del tani në ekran del për shikuese që është edhe një foto kur janë i veshit, dhe më thonë dveshën edhe me roba cilat fakt i përkasin këtë me 2 katë. Këto nga ka bo dhurat Ulpiana, motra ime,
halla e herës dhe Aresit, do më thonë ka qenë një gëzim jashtëzakonshëm. Na atë shumë u pata frigu ka funi, për du me ndoshta dhe me ndo një detaj interesant sa kur na dhan lajmin për shtatzanin, asni njeri nuk e ka ditë që zona shtatzane, po. Nja 3 muj, 4 muj. Në mujnë e 4, ja kom bo prind vetëmi surprizën, kom prit me kalu mujnë e 3, për shkak se na pas plot dështime, edhe mas sasej, deri në ditën kur kanë lind, as printe mi, as printe bashortës, as një njerë nuk ka ditë që janë 2. Krejt kanë ditë që janë 2. Sa mirë që e keni mbajtur. Ti e ke ditë, ju e keni ditë, ha? Veç na 2 e kemi ditë, po kërkush nuk ka ditë që janë 2. Krejt na pyetën që po shkon mirë. O djala qik. Edhe kur erdhën, o djala o qik, na thonë. Djala qik, tu i thonë. A ti çka të vjen djala qik me rancim. Me rancim më konë shnosh e mirë. Edhe nuk na pyetën se dishin sa kemi kalu, edhe kërkush më nuk na bëjë presion për gjinin, se veç të ishin shqyrë që la bot. Edhe unë se kom diskutu deri vonë, po dikun më duket javë të funit u mor vesh mandej, edhe erdhen hera dhe Aresi, sot jam ma i lumë të rinë bot, edhe se ma marrin energjin, ato si tha, kanë me të bo, po për një me po më bojnë sot shumë, po këtë halal për ju bëj se i kom pritë shumë, i kom andru shumë, po tash mosha aty ne, nuk kom e moshën tonë, nuk po përputhet, dhe faleminderit Zotit. Jo, ty e kira pas Iranin edhe ja 2000 bova, blak. Se ta të risim shumë e mirë. Iranin e pas 4 vjatë, duan 3 vjatë e gjysë për mjatë, është mirë mi bo fëmijë. Pa tash sa i kam botut. Unë e kom qikën e madha me bën 18 labe qëtash, në nëntor, e vogla 16, edhe djali 3 shtator. Edhe unë 24. Nina në tetor është në fakultet për ndryshë, është vitin e parë. U ma në shkollë të mesme. Ti po mu shëtë njerë mu martu? Jo, që tonë e thesha, të mosha ku jemi, du mënë ku e kumë pasune të fmit, du më thonë, tash të kësha pas, mës të kësha pas, djallin zdi që a kësha bo. Logik shumë, jo, kishe bo ti raportet me gru, qa po hajmë sot, ku përshkëm e pi kafe sot, qa po hajmë sot, e këj kastravec i vogël, edhe na, ka ndru 3 kejt. Po tash në qëtë moshë, s'po është energjia më marrë. Jo, ama jo në smija më dhaj. Që një detaj që a kom bo për djallin, se u dashke ku jetojmë na me ecë një 1 kilometr gjdo det, me shku mi po do pula. Edhe tash ti me shku 1 kilometr, dhe më kësi 1 kilometr, kita kem ke pun, kisana dush me abo tripin, sa e do në pullën. Ja ku mblet 2 pula, 1 gjell në shpej ka. Ma vëden? Merro me to, vabden. Po, seriosisht. Merro me to, se keme energjin mu marrë shumë, ki mu marrë pa tjetër si prend, po për pleshni, ka pleshnia kur të vjen, pa tjetër të vynë një fmi, mo e në mend. Se da e këna kry. Unë e këta për marrë si kompliment, se do më do kur vjen... Po ti jetë të mosha jonë. 24 në adhe, ti bojmë ka 45 edhe një. Edhe një, pa tjetër. Po, falimderit që për kompliment. Sol të kome qaroz, dikon që po doli. Se lëzek shumë për një me, po ta fmi tash në këtë kohët për ta knash ke jetër, po të këfilt. Edhe kur den penzion e ki në mosh të mirë, jenë regull. E përmendi, në fakt, në kia dhe tha në kia që ka shku kodë, me thonë, 8 vjetë ju ka shku, dhe me thonë, diri sa kanë arë thmija në këtë jetë, kështu që unë lutëm gjithmonë për gjithë ata cilët fakt nuk kam fëmi, që ne një ditë për ditëve, dhe me thonë që t'i gëzoj Zoti edhe t'kenë në prenin e tyre t'kenë edhe fëmi. Okej, në ke e bukur historia, faleminderit shumë që ndrave bashkë me neve, dhe ma mu. Ju përziva pak unë e falë të fëmi, së kom edhe unë e fëmi. Edhe ti emocioni e një, të stash e ki mosh me mu, të më shkollë bashkë. Okej. Kjo jam edhe po shonë ka pak e idiot ka nisë. A thëkujna i kanë gjo? Jo, më një në kërë, në trafik, në radio sa s'po folin. Ekzan, kjo është e jotja. Po t'lu për fund. Qa jo jam, ja, okej. Unë e kam, qa kam e kalëzua. Po, o të qenë fatës që kjo vizëlyku. A e ki dhurat? Jo, nuk e kom dhurat. E kum ble vetë. Okej. Lab, kjo është një halk e veçantë për mu, kryesisht kur kom nëjë performancë me rëndësi, si që është nëjë festival, ose diçka që du të më konë një performancë ma serioze, ma dinitoze e vendosi. Do me thonë, e kum pas të vendosu në
edicionin e 54 të festivalit të radio-televizionit shqiptar në RTS. E kom pas një kong, tash, me thonë për veti, pak, ndoshta jo modest, po u ka një kong jashtëzakonisht e bukur që fliste për gratë me smundje të ndryshme, unë atëherë u inspirova prej kampanjës kancerit të gjirit, edhe konga quej Triumf, gjithë fabula u konë që me dashuri, me mbështetjen e partnerit, sidomos me mbështetjen e njerëzve që i ki afër, se cila nanë, se cila motër, se cila femër, e më poshtë çfarë do lloj smundje koftë. E kështu që kjo konkret mesazhi asoj këngës, e për çato e ka pas një emocion shumë të veçantë për mua kjo hallë, se u kon pjesë e rekuizite performancës. Është interesant se e përmende që ku ki gjana të rëndësishme ti e vendosë në dorë. E vërtet, po. Qëta. Vendosë edhe Falë fatas, po s'mujmë të adhon këto. Po s'mujmë të abo një kopja në ashta të krymë. Hajtë se pashtë që E bëjmë vetë. E marrë vetë në baski 3-15, apo? Kur e përmende veç edhe e përmende festivalin, e përmende edhe kongën, mu më vjen mirë që dytë. Në fakt, keni kongë që kanë shumë dëmëthanje. Dhe më thonë, keni dytë kongë që kanë mesazhe shumë fuqishme. Tash jo që jeni dytë këtu, po du mi ju jep një kompliment për shkak që çdo kongë që keni bue, keni sjellë në treg, ndoshta me videoklip, që ka pas një mesazh sa i përket social. Faleminderit. A bëhet ndryshe konga pa mesazh. Po visha ma ka kryesisht kongë dashnisë. Pa dashnisë, kryesisht 90% janë Jo dashnisë. mesazh. Ka plot kongë. Në më thonë, S'do sa me provoku. ka shumë kongë dashnisë që i përkushtohet dashnisë, kurse këta dy, do më thonë, e di që shumicën e kongëve që i kanë realizu me videoklipe, që kanë bërë mesazh qoftë që tha kundër kancerit, qoftë stop dhunës, qoftë edhe prindve që ju kanë këndu, do më thonë, në kia ka kongë edhe për babin, kështu që qaja, do më thonë, është qaja më vjen mirë. Okej, kam diçka, po në fakt nuk kam prej që ka të bëj, dhe më thonë, të këty që kom ju me luft me... S'është me mu. Jo me ty është, lidh me ty, po, okej, hajde, ku po të këthena, po të këthena diku, mas parti, hape, është një letër, edhe një laps. është pink që kjo, po. Gati. Edhe letër. Edhe një letër. A mundesh me paramendu pak a shumë atë qëj unë ku përdo me të qu? Lapse letër. Që sa s'ki shkru lapse letër? Se sa s'ki shkru letër? Ti pe gjunë shumë atje. Unë pe gjuj, kur ke qenë dhe më thonë... Këtë dëvoj klasën e 6, po ta ongën e shuplak për babit. Unë kom pas shumis në të rritë mirë, kjo e fanë është kjo, klasë 6, asi majmuna, kur janë nisë me të pëlqy fanat e sanë. Edhe u murëm veshta me plesht tash. Atër trit, me shku në dhomë edhe me bote tyra me mësu diçka. Edhe e hione, e desha me një partë qike në atë vakt. A vëden, e desha. Nësë më bëj ashtu të lusë, s'jam qasë, ja. Unë e du ndryshe, nuk du këtu një. Edhe, hione diçka shkuja të sytë tu të bukur që nga mërë para, edhe mja shu nesër mja lonë të banka, diçka e tilu, konë, se sa dhe... Shto që një glasës, a? Diçka... Neve nga kanë thonë shu që glasës o si motër. Po, nga kanë thonë, po e desha njëre, edhe më zënë plaku, jam kërë më zënë unë edhe të mënu, diçka, pa dhe asë brektit tuja dhe a i kështë një adhen. Pa ti, maran gëzta qoka, fang shpull njëri, para dhe s'desha që ka ndodhë. Veç që ditë që aty ku bosh sënat, unë zeva. Që do thëtë qëtë e shurra. Edhe kejtë kjo dashni edhe ajo simpatia saj kohë më kësi në rejtit ajo si. Se hongra gjitha shuptaku i bobit asi. Edhe më kjo më këthen, edhe në që tjetë që e krasa e gjasht, po e bukra është që edhe në këthen në një kohë ku ka vdek ma kjo. Edhe për gjërata të reja në qëfar forme kemi shprej, jemi munu me shu dashni. Mja shu një letër, mja bo, edhe mja diçka mja lonë, edhe me pa. Po tash,
Se dhja kom menu m'ja shku emrin kush është, se se kështë ditë garant ajo. S'guxojshim Ja kësha shku une, ajo kështë dosh dikon tjetër. Se gjithmonë është këtë rekon shi, gjithë shkon kështu. Qëfar fëmije ki qenë? Ki qenë i urt? Unë e konë shumë i marshëm. E që i marshëm edhe në 6 vjetë me shkru letër? Pa jo është, u konë në botën të eme, u konë mrana, u konë të bota 6 vjetë, jo, 6 vjetë, klasë 6. Klasë 6, i bjanë 12? 2-13, po, që e koha kur ki simpatia e sana, po kështu në parimi më konë i marshëm, do dhënë e di një histori në shkollë fillore më thojnë që kur ka ardhë me të shti, jem shef maskeri, në dhe më smetni, abden tjerës. Edhe ala e kom këto teshi, edhe tash, ma dhe më thënë më se majë së është keqë, po, ma dhe evolimi ka ardhë me shkollë të mesme. Në shkollë të mesme, unë e majnë men indjeri baba, Ne kom pas profë. Profesori ki pas. Aje ka doshtë jashtëzakonisht shumë. Jashtëzakonisht shumë edhe gjithmonë e përmenke. Edhe unë e kom doshtë shumë. Edhe thoj ki që su konë shumë i urtë. Ja, shumë i gjallë, shumë i shkollë mesme, ma ne shpërthy njëri. Po të ka pas favorit. Si kom nejtë të qesh, të shadërvan të qesh, me femna të para. Si u dojtë të shadërvani. Ja, po mandej neve na ka bo pikrisht të shkolla e mesme, që kjo na emi kom pak ma të veçan për shkollave tjera se në gjimnazë shkolla e në konë ka 200-300 veta në klasë, na emi konë 8 veta njëri. Edhe në këtë rast edhe me profën Fikrimin edhe me ketë provat, emi konë 8 veta në klasë. Edhe raportet e në konë ketë artistike, ketë adhe në shlirë, ketë mira. Edhe ma ne shpërthen asë. Ma ne pas me unë konë ma i monë. Vështë pak femna pas ke bosa? Ja, vështë së femna. Sa e një kohë? Po, jemi kohë ma rajsë. Fatas, kisha dasht me më shkru diçka? Ka po shkru. Shkru, qka du shkruj? Edhe po du me mbajtë si kujtim, në më thonë kuadrët e misionit, qka po më shkru në te. Egzan, fëmiria që shka qenë? E bukur, lab. Jeshtë zakonisht e bukur. Jena konë, në me jena konë shumë fëmi edhe shumë familjet lumë të rabre dyqysh. Gjithmonë ka egzistu aj mirë kuptimi, gjithmonë ka egzistu ajo dashnia. Do me thonë gjithmonë, për shambull, një burë i lagjës tonë, ose një nanën aj shoku tonë, kur ka pas diçka ka ble markete, kena po prej lartë, që po vjen me kese, na kena ngojt, mja kop kese, dyqysh mja qutë i shpia. Vdi një detaj që jashtë zakonisht i lezeqëm. Kështu që kam emocione kryesi shumë bukra, edhe unë jëmë kona si fëmi që shkollën fillore e kom kry shkollën Fadilisarin Prizren, lagjën të sus, lagjët rimave. Jena me Fatusin, thujse... Lagjët po afër. Shumë këshi. Edhe jëmë konë gjithmonë pjese ditëve të shkollës, e kom përfacu shkollën Fadilisarin në gara, në krejt shkollat e Prizrenit, gara të këndimit. Për ndryshë më falë, se jem konë vjetë që jem konë në shkollë, jem shkollë në klasë, kom i kry shkollën fillore. Qëfar emocioni, qëfar këtimi. A lezove që ka, u shkojmë... Qa ka shku labja, ata se qa e labë. Edhe pak. A shkojmë pash zotën, a shkojmë këse knasëm. A që ta shna? Ja, që shkojmë. A të lezoj? Ale, lezoj, Ja, nga, i pëllu ma vonë, më strejnë. Le ma vonë, që ashtë dëhet, dhe nuk më i me vonë publike që të arpe një herë. Labë, më falë, apenol dritën e telefonit se... Qa për të pengona? Qa mos me të argju bateria. O, i komputit të shkrume. I komputit të shkrume së me mërdojnë. Edhe kështu që labjem kona si fëmi, falenderoj shumë printe mi, dy printe mi, babi jam konë prej profesorve, shtatë parë në Prizren, në shkollën, e mjekësis në Prizren, mami jam është, u konë gjithmonë krej infermiere në ambulantën të qofa kishtes aty na i tojnë Prizren. Kështu që i falenderoj shumë labë që e kam pas vedisimin edhe kanë ditë me më qunë kurs të anglishtës, kurs gitarës, kurs pianos, më kam bo kongë të profesorët ndryshëm Prizren, për shembull Besim Berisha, Rami Ymeri, e tjerë, po.
Po du një falenderim ju bo krejt komplet familjeve t'juja, për shkak që e di çfarë përkushtimi, çfarë dashnije, çfarë respekti, më thonë edhe njëni për tjetrin, derisa marr shembull ne po bëhem gati i pari erdh Fatosi, kryesisht këtu edhe ja nisëm me fol, domethënë me Fatosin ja nisëm me fol për gjithçka, për këtu ku jemi, domethënë për emisionin sonte, me nda diçka edhe për nanën tjetër Fatosi më flet domethënë për profen, për babën e Nekis që ka pas një respekt. Logjikshëm profa në atë kohë ma shumë ka nejt me neve se me Neki. Se na përpos që kemi shku në shkollë, kemi majt një orar, ka qenë 5-8 deri në 3-4, ma ndej 2 orë pauzë, kemi shku pej, kur ka 2-3 orë kemi majt prova, ma ndej në shush një agimit në korë, ka qenë prova dirigent. Më kejt ditën e mi kom bashkë, anë e premte. Ma në koncertet që jemi shku bashkë, më thonë, unë e kom nejtë pak ma shumë me babën tënë se ti. Shumë është të vërtet, shumë është të vërtet. Ai u konë një njeri jazakonshëm, u konë në aspekt se ato edhe Labin e ka dasht ekstrem shumë, se këta kam bo një udhtim bashkë. Unë jam këtu, Arjanin e kom pullt atje, na kena pas fatin me qenë Turqi. Me qenë një javë, ditë dhe me thonë bashkë me babin e me nanën, kemi qenë udhtim edhe kështu që e kemi pas një eksperiencë, dhe me thonë të paharume, dhe me thonë edhe një raport jashtëzakonisht shumë të bukur, pastaj u lidhem komplet. Edhe familjarisht. Familjarisht, kështu që... Ajo konë edhe stilin e veshës e ka pas fantastik. Dhe më thonë, na ishim 3, na 2, ajo ishtë gjithë ne kishë një farë stilit veçantë e ka pas të veshës. Si italian u konë. Fantastik. Kishëm, ja hajshën shumë. Po flasë? Aldo i ke mu të këtë shamë një bove, Tash lirë me volë se... Nanin. Unë jemi bindur... Ai i ka dasht ekstremisht bile dhe smundja ati faktikisht erdhë në momentin kur doli në penzion. Do më dhënë janë 1 vjet, ai ishte në depresion, nuk i kom nxënësat, çka boj pa nxënësa, çka boj pa shkollë, çka boj pa nxënësa, edhe kur i shike në për rrugë, ashtu i përqafojke, smuj ke mu da për ty në thojke unë pa nxënësa smuj, edhe ma ne filloj edhe pjesa tjetër e smundjes, që histori më vete, po që ekstremisht, kër e shike në televizion, Patosin për shemë, u emocionoj. Kër më shike live, si dini, kër jëmë pa në prezident, kër jemi taku kështu për suksesin tem, do më dhe qëfar gëzimi njëre të andojke. A ju kom prej njështë që jo interesant që për çdo sukses të nxënësa, unë kom pa profesora që gëzonë. Po aj që shu gëzoj kjo, së më isha me kuptu. Do më dhe qasi personaliteti ju konë. Edhe normalisht që jom shumë krenar për edhe neve që nga ka dhonë shtetin, po i ka dhonë edhe shumë generatave. Që sot jonë shumë. Unë pasën edhe shika të agjës në shkollë të muzikës e sena, fantastiku kom fikrimit. Për të ryshe ne ki, më falë, labë, se do shta për të pengoj. Po të pengoj. Po të tërtrej, se ke të shkru të qka. Ja, labë, po du me thonë, se i kom thonë i kitë privatisht, po du me thonë publikisht që e ka pas jashtë zakonisht një kongë të bukur, festivalin e kongës në RTK këtu, që ja ka kushtu babit, e kjo është, po shpresoj se cili artist me pas... A ka qenë gjallë babit, sa i ke kushtu? A gjallë u edhe ma mirë. Mas një periudë shumë shkurta i ndrejet, unë arsua... E pas ka përjetu, e ka marë. E ka përjetu atërëve s'muj ke me folë, po... E ka marë. E ka marë, dhe bile unë mas... Arsua pse kom bo atë kom doshtë, se këtë njës i dhurojnë diçka dikujna kur ndronë jetë. E unë kom doshtë sa o gjalla i me di që unë diçka kom bo për babën tem, edhe kështu që aji kom pas qef me një, aji ka ngu festivalin atë natë, edhe pëse s'ka qenë shumë i vedishëm, s'ka mujtë me folë, e kemi videon, vlau e ka inqizu, drisa e ka ndëgju festivalin, ati i kanë shku ljotë, tu e patë, dhe ka marrë mesazhe. Unë nuk e di, që tash po emocionona, më falni, po nuk e di që e kom përfundu kongën, kër e kom kënu. Do më thonë festival, derin e kom këndu momenti kër kom dalë më pa skenën, shpërthy, po. Se e kom di që ajo është në anën tjetër të e ndëgju ekranit, po... Jeta i ka këtu. Jeta i ka, po du me thonë që gjdo sen që ka buaj për neve, jo mundu pak me përmbledh me atë kongë, po du me të falenderu shumë për vlerësimin për kongën. E kom shkru me shpirt, me thëtësi shpirtit edhe, po menoj që festivali u kom vendi i dur, ku
me dërgu mesazhin. Edhe aja pa të peshën edhe kangës edhe kështë. Edhe një Falni për emocion, se kjo në ashtim e kesh, unë për fakt kesh që unë për dalim për i kësaj, unë do të thotë që s'jam i ndishëm të kjo pjesë, por e marrë ma teknike këtë, e ruj vetën të rast, unë personalisht. Çka do që ndodhë, një unë e marrë teknike, okej, ndodhi, a bëten, jo, ndodhi, ta zha me bo, unë e marrova, jo, teknike, a den, se... Ashtu e kom të i kalu, ne? Ashtu e kom të i kalu, mirë po, er pas ere, pa, ajo është ta normal. kryon një ndjenjë... Unë e marrë teknike jetën, këtë proceset teknike, ndodhë... Do të më konë, ba e kisë gjendja emocionale të halal ty të lumë, Po, do me thonë që ke punu me vetën, shumë nështë tonë e kom pak ma këtë e punës teme, sidomos tash po flasë, dhe me thonë, jo të ana e juj, po të ana e patosit, edhe të ana e janë, dhe me thonë, ana e televizionit. Ne e majmë trajnime, dhe me thonë, speciale, edhe këta kanë majtë trajnime, qësh dhëtë me konë i ftoft në raport, dhe me thonë, me situatën familjare. Ta shte, je konë transmitim, ka lajmit, ka vdek nanat, ka vdek babat, ti zbën me ndru mimi, ka zbën me Me ta ndru. të regu një fakt, në datën 4 korik ka ndru jetë babi, me datën 6 korik në kom pas dasëm. Edhe unë jam dut me shku në dasëm. që kjo është jetë, Edhe nuk e kom reflektu të dasmort, bile, a i pronari i salës ishte dasma në Tetov, e dike që ka ndodhë, i thash ata ishin të zvisrës, i thash lutë mos i trego dasmorve. Mos ta kënë djenin ata që diçka edhe kom përfundu dasmën. është jetë Po akë shumë, që kjo është, edhe në takë ndodhë, po ti dush më konë, gatshëm për me asë. A më ndoni që sot pak o shftof kjo ndjesia, edhe ndaj prindve, edhe ndaj njerëzve, edhe ndaj rrethit ku jetojmë? Nuk është ftofje, më fali që e njësa une, se menova se pesho si fenomen edhe une kësë, nuk ka ftofje, po është një diçka tjetër që njërzia spërnojnë me realitet, logikshëm, e kanë nështë ka ju në shumë në ana materiale, e thjesht që une e praktikoj të fëmijët e mi, mundona me praktiku të këtë familja e ngusht, nështë të do këshi që ki ofës të këni raport me majtë, që është e shnosh. Të ke fundit të lumë të në bënë një emocion i familjes, nuk bënë do lek dësi, dhe njëzia kër e hupin që ta që materialja dhe më të bënë të një urës me pasë se atë, më këto dalashit që e kanë shumica njëzve aktuale. Edhe këto du artrokit familjet që i majnë që të emocionet të familja të quj pak ma, që në kom për para, ma tradicionale. Tradicionale dhe më në kanë majtë, u konë dashnija, u konë respekti, që kur erdhëm këtu a thashun një farreni edhe këtu njëri. Më të kush është ma i vjetër i lirejot një diçka, për para u konë respekti se u ditë kër i baba kë lëviz pak. Tash njeri hen të, ose qikat e mija nuk lëvizin se u i babi. Tash nëse une dura me konë qaq i meqëm, une e asil dhe aktual me rollë edhe mbabe, atë veç pak duesh me malëshu venin se atë. Njerë, dyher, pa ja dhonë, familjes nuk e ki. Na piftofim lëgjikshëm babën, nanën, piftof fëmijit kështu me radha, se përdojmë ka Evropa, që dalash shumë i madhje. Pikrisht për njës na pak të klasikja, kur hyni ma i vjetër, na e bojmë, se me gjenerat që kena bo, do që hyni ti lëviz pak për respekt. E ta shtritës për bojnë, gjëtë që për 10 vjetë kjo ka me usë shkejtë, që është shumë kesë. Ka në dyshime të mdoja, do më thonë na kërë nështë atë teknologjia pak e ka bo kritiket vetën, për shkak që i përmendet i jo... Po peshe njeri, po... Eshe lakmia madhe, edhe njerëzit tash në kohën tonë, që unë tash e lexova bashkë para do dite, zdiku e pash një thanje, njerëzit prej vitit 1960 deri në vitin 1990, jonë generatat arta, shkrujke. Pse se kena mbjetu kur s'ka egzistu Google Mapi, kena ditë mi lexu harta. Si gjoja kjesë në kom, babla. Kjesë në kom, e kishi ju, shoqënia me shoqëni ka qenë shumë e sinqert për para, që tha ti la parës, ajo në tash dashnia po mungon. Atëre një shok që ki pas në fëmini, diqush ki pas dashni. Tash shumica po kanë interes, nëse na lidh diçka, atëre s'na ka lidh kur gjo. Por shumë këtë lagja një top e ka pas,
Edhe që ka Jena shky me Edhe i këta, kena tira po. trukin, po dhe me shku të shpija. Ai nëse u idhnuaj që ka pas tokë. Ja ec, po. Ama pra po këthena, ti je eduku për babës tanë, unë për babë nanës, a vjen me lujt me qatë të bashkë. Pikrisht. E tash e kitë kundër të, na i marim të qafë fmit, se ka fmija një top djetë, kë ishë esë bleja dhe topa. Ti ashtë të në këtë hilën, na, si prende kemi fajë. Ky argument vlen edhe në shkollim për shembull, na kur kemi qenë në shkollë, për me fol na, i na duhet me çu dy gishta. Kjo koha si mund me imagjinu njëri sot. Edhe nëse na ka dhënë fjalën, na kemi marrë dorën Si idiot, vdek ka pa. Dy gishta me çu, tash ata janë tukesh, Tash foli me gishta. Tash foli me gishta. Mirë po, me bo me na bërtit neve arsimtari për shembull në shkollë. Kush e na. Kur kena shku në shtëpi, me bo me marrë vesh prindi edhe një herë na ka bërtit. Tash nëse arsimtari i bërtet një fëmis, kur shkon prindi me një herë në shkollë, Aja të për bërtes fëmis, a dy në qa kush o fëmija, janë edhe në grupë që janë këto lena e ka të nonave sa në dhe shkollave. Ikve njerëz. Prindve, po. Valla me pas marrë vesh baba e më ka bërtit arsimtari, më kishë rejë edhe një herë në shtëpi. Më leon klasik. Ka qenë atere që po thuti prindi, pakës, mirë po është ndrimi gjenerata, tash na nështë apo do më adaptu pak me gjeneratat që janë, po kohë tjetër u konë. U konë kohë dashnima e madhe, u konë kohë që ma pak kena pas. S'kena pas, një top, që po thojmë, edhe u konë një farë lidhshmërie me se cilin një biciklete ka pas, për shembull njoni. A ju ka marrë madhi me lujt me top? Sa s'keni lujt? Mu kur s'ma ka dash futbolin. Jo, a? Hes kur ngjet. Ekzan? Po, mu ma ka dash futbol, unë jem kum lujt edhe në klubin e futbolit Liria. Teenager. Prej klasës 8, më do këtë deri ka klasa 10, ma nej kur vini vetë janë që të laqë krejt. Po. Unë her pasere tash djali jem është i qmenu mas futbolit, do më thonë një kumblen një 10 topa. Qa, apeshe gabi. Ja blen 10 i upi interes, se ka me bollak. I upi interes. Tranoj, do më thonë flen me top, halo, i dopt, nuk po mund, së më borin kom të veta. Po qëmë futbol, tash për luj ka njerë me to, edhe pse para do viteve ishim një grup i muzikantave, alo e kemi një grup, vitin e kalum lujsha e pasere, kondicion s'po kom, po shkojsha, provojsha me lujt, me këtë janë kanë... Kjo me provosh shumë mirë. Po... Provojsha, po... Provojsha, po... Unë si më kohë shumë i futbol. Për medalë të Shadervani, ju ka marrë madhe. O, sa u tuta më s'pënash të me lujt futbol, o, edhe unë në pak kështë të dhonë. Apeninqeve të Taulanti. I ka go agjës i vogë. E i vogë, po më do këtë, kam i gata ashtë ashtojmë. Baba, qërtash, une me ecë kom ditë. Vesh me ecë kom ditë prej sporteve. Kështu që halla vetë ka lujtë basketbol, Lupiana, edhe Uliksi normalisht. Uliksi djesë, po. Do më thonë, Fikrimi gjyshja dhe gjyshja, Fikrimi ka qenë sportist, Bobi ka qenë handballist, ping-pongist, kampioni Kosovës, nona eme ka qenë handballiste, këtë shpia sportistave që Për para handballi u konë, Qakova u konë top me handball në duke ta, po e di. Edhe prind kanë qenë... Edhe Prizreni. Po, po. Edhe Ferizaj, po. Edhe Ferizaj, Ferizaj, ti e Ferizaj do me thonë? Jo, Ja shë Ferizaj. Lumi, ja. Këti me shënguca. Kavitia. Adin qatë kishin e të mini parsyzat zez aty. Transparente, kështu me të pas sytë, ka. Kështu, unë ju pyta po për Shadervani, ju ka marrë madhe për Shadervani. Po ma jep një e që atë? O Prizren, o Prizreni jone, ty t'kam dashtu no për gjithmone, dhe u gëzova, shuj kujtime i dashuro ova. Në ty u linda dhe u gëzova, shuj kujtime i dashuro ova. Po të preste Shadervani. Mërë, fantastika. Ju interesën me lezu letrën që ka kam ta? Ma, stasha mas marketingut, ma mirë. Qëta para marketing? Po. Apelezoj? Hajde. Okej. Apelojmë në ullqen mas 15 qëshorit më knaqë. Thashu në labet.
A vële mas 15 qershorit në qenë shije me knaqëm. Si pas ka punë. S'po mu i ka me ardhë. Ja, mas 15. Ju kjo tha mas 15 qershorit, shihe me knaqë. Pe ishtë atur nga ketë frike. Patrosi e ka marrë vesh datën që me pi 15 qershorit, unë jam sta me një kafe me labi në Ama sa jena knaq, ka me labi, se na knaq. Ama qërë tash, labi gjithë të kom personi që dikon krejt e stradën edhe krejt Për ketë ka menu, po, atë ketë, babla. Ka njenë deti. 40 veta E na kurse kena qunë deti labi. Shishe vetës si djatë, a pëden, po latë u knaq, a pëden? Hinë me një salë ketë ushqim, a që atu me pagu joja kur gjo? Kur gjo, kush nga ka që? Labi. Që që... O kështu sështë djale i milë, thënë. Po du... A më live, la. Që kjo tipike jona e shqiptarë. Na ka qua, po kështu se lavdrojmë. Këto momente duhet më shkëput me marketing, me njerë pas marketingu të kthehem edhe në pjesën tjetër, pjesën e dytë emisionit Një Kafe me Labin, e di që edhe në kia do t'jetë bashkë me Lumin e me Taulantin, do të këndon, por edhe mbi gjitha do të flasim pak përgjithësi për disa gjona interesante cilat pak ju lidhen edhe janë pjesë e pandashme edhe ju, apo edhe shoqërisë tonë. Kështu që unë jam me fat dhe falenderues sepse aromën e kafes e kom Pavini Kafe, faleminderit që është pjesë. Fantastik kafe, edhe përshëndesit që Hamitin shumë. Po, Hamitin e përshëndesim shumë për shkak që ka qenë edhe vazhdon me qenë pjesë e imja, sidomos kompania Tafa, në përgjithësi, e din që i ka restorante gjigante, Lalunën. Fantastike, po. Shumica e dasma e sot për realizohen atje. Pastaj duke më saruar Prishtina Tiketin sepse unë udhëzoj kudo bashkë me të. Përpas Prishtina Tiketit është Aria Petrolli që është edhe për toke, është e vetëmi janë arlat për momentin, sidomos kur vini ju për Prizren. Po, edhe shumë sinqerisht, po. Shumë ma ndryshe. Është ma ndryshe se... Ta shumë bo top kjo. Dikla këto ku i kemi kartelat e naftës në aty, a na jep një tash. Jo tash nuk ishtë rritë. Po, kur shkonin Prizren, të u këthy për Prizrenit, në daluni dhe më sarani që... Mu shfullë dhe mani me pagu. Të labi. Labi nga ka që. Jo, e kini zbritja, ka me pas zbritja, na me të për bukë. Ka klasikin anë, kartelën, si në Turqisën anë që është. Jemi të transmitu në Prime Time, edhe unë më vjen mirë që unë me Prime Travel jam tashetutje, pjesë e emisionit Një Kafe me Labin, e kam si agencion turistik i cili është, edhe në fakt Bregdetin unë e kam vendosë ku, edhe ju mbetet edhe shikuesve, por edhe busqeshen më ka japë kohën të fundit Teleakut Dental. Faleminderit Ardi Teleakut, që është pjesë e pandashme imja, Valone që është pjesë e pandashme e rrugtimit tem. Marketing, me njerë pas marketingut, kthehem prapë që t'jemi bashkë, dhe uroj që një natë bukur dhe të veçantë kemi. Për sola ylberi dhe vajna Kur ja pasë mam zemrën varu Jalava me Kur për sola ylberi dhe vajna Kur ja pasë mam zemrën varu Jalava me E mos e laj me lotoj zano Mos e laj me Se shkoj një ti partizan O si dita E mos e laj me lotoj zano Mos e laj me
muaj shkuan vitet, zemra mundos flas. S'nalan hallet o s'nalan dertet, me jetue bashk. Oj, beri draso, a thun ke haru. Vitet e gurbeti tyrbet, qofshin o të mau. Oj, beri draso, a thun ke haru. Vitet e gurbeti tyrbet, oh qofshin o të mau. Ndëgjum në kin, bashkë me Taulantin, Lumin, edhe ishim edhe para në kis bashkë me blokun e marketingut. Faleminderit të njëre gjithë atyre të cilit pak janë pjesë e pandashme, reklamojnë produktet dhe biznesin të një kafe mlabin, por edhe të radio televizioni 21. Jam prap bashkë me Fatosin, bashkë me Exonin, bashkë me kin, edhe uroj që edhe shikuesit e ka në natën e veçantë. A ju ka marrë malli për njerëz e juj të shkollës? A e mon mend njerëz e klasës? Të fillores? Fillores ose të mesmes? Ku, plata, ku më kështi atje, valla. Në fillores totali ku më haru. Të mesmes jënë konë 8. Si ki haru? Dzenin e kam dost, në klasë që në konë. Që kjo labinoti... Me shpesën e ti që një konë klasa? Po, edhe djallin e ti atë, që s'na meri. Edhe këto që kjo labit që kënë Big Brother e kom pasë në klasë. Reqen? Okej. Shumë i dopë të konë o zësë. Të merë konë. I dopë të më nejë si muzician. Po bëhe gare. Po s'pas në nejtë mati, me tjerë kom arru koni kom pasë tjetër. Po kisha pasë qef me nejtë, po se shumë... Kisha pasë qef më mbledh? Më mbledh, po pa. Me nejtë. Po na, të kjo pjesa e... S'kemi shumë kujtesë në mramja e maturës, u konë, kër kemi kryt 8 veta, dhe mi konë të merë shumë, pak njerës, s'ke pasë na që ka tavolin një klasë. Pa lidhë u konë, kër e shetë tash, si kemi ato emocionet që shikanë në gjimnaze, në shkolle të tjera, po kësha pasë që po, u kush u konë blerta, u konë arta, almëj, ja, Alma, ko një gjëratë para me. A për merë ka rikën afro qëtu? Një ose ty. Po, ma shumë kujtime kemi qëtu me gjëratë atjera se... Po, kisha pasë qef, nëse ma bënd të mund shpe në qenë jam i lirë me 15 kur dënë. A për mledhin qëta që ki pasë në klasë dhe me qëta 8 vetë klasë. Një moment maturës më në qenë 15. U kry. Në kje? Shkollës mesme... Më falë, të fillores e kom Baria. Baria është kyshi e kom pas, Barin edhe... Barin e kom pas kyshi, Ardian Pulaj e kom pas në klasë. Gjërë të kom arru njërë. Kom arru këtë. Mush kam ka ndonë një sen shumë interesant, një shok jam i klasës, shkova me një darës, në tash për të kalëzën se mua betet gjithë po lidhët, edhe mora një djallë me klarinet. Edhe më tha, apo më gjej, i thash... Dika si ftyrë. Po di, jo a si ftyrë, hish! Zero. Thash, shmërë tha jam i konë me një klasë të na. Do më klarinetisti, po vjetë me mund darëse me dhune, nuk e kom majtë men, a i veç një vjetë kishtë qenë, pas ka qenë shkollë të mesme, edhe imagino, une nuk e kom majtë men, që me një vjetë e kemi pas besnikun që i përshëndet, një klarinetit shumë i mirë, edhe do me thonë, qash shtu e kina pas, periuda para luftës, dishysh më do këtë, si me shpatë si më ndarë, nuk e di pse, edhe pse në klasë, tash plot i majnë men, po ka pas disa që nuk i majnë men. Edhe ndrojnë shumë, po mre, ndrojnë edhe fizikisht. Po, janë fizikisht, po edhe lufta më duke shumë na ka ndru pak. Në shkollë të mesme, për shembull, që sot haloj kom shok, në klasë që kom pas, Romiri ka qenë, për shembull, unë në gjimnaz kom qenë, gjimnazën e kom primë prezent,
E kom pas Gentianën Qikën e Agjës, me një banë kena qenë 13 vjetë. E që këto e kum harru të thonë, Qikën e Agjës. Qikën e Agjës pra... E kum harru se njaf. Që të ti Gentianën se njaf, atë në Qikë e Agjës po kisha harru. Shkollë fillore, plot i majnë men, po ka do që si pamje kom harru. Me emra i di, po si pamje besoj që nuk i njo. Sham ka ndodhë para një kohë, para një 2 muje më do këtë e pashën prezident e pashën ideal, e takova u afru, kur u afru, fillua, thash kjo ftyrë, diçka shumë e njafshme, tha apo më të kujtona, thash mos s'kom pasën klas, emri nuk ja disha, po ftyrën ja kisha majtë men, a ishtë në diaspor dikun që 20-30 vjetë jashtë, edhe më tregoj që isho klasën në shkollë fillore kisha pas. Do më thonë, nuk o që i kena harru 100%, po na vynë kontakti, e me nari kujtu. Para se me kalu të egzoni me të pytë për Kjo shumë të është klasët, shkollë të mesme, a je nërvëz një qka? A je nërvëz në Isandë? Ja, shumë. A je nërvëz në Isandë? Jo, za. Në halu me shatë komëse. Ja, i pesa është. A diko e ki që, në klasën e 6, ajo tasnija që ka përmen ato letër. Ja nisë më njërësit. Dum me kom të nërvëz Ja nisë je. më njërësit të i kur më këteva. Ku këteve, okej. Egzan? Po, po, lab, normal, tash, me thonë drejtën, ma shumë lidhje dhe ma shumë nështë ta kujtesa, ma e freskt është me këta të fillore, se në ndjetë kena kalu bashkë, me të mesmës, unë jem konë gjimnaz, Gjon Buzuku, në Prizren, në shoqërore dhe jena konë veç 3 vjetë. A ti me gjeneratën 9+3, ha? Po. E kështu që po krejti, një krejti di, edhe kur ti shok shto, e marrë gjithmonë iniciativën me shumë i përshëndeti pare, mi full edhe me po nga i ka hedhur jeta. Na kemi pas bo dhe një përvjetor, më do këtë 10 vjetorin, më do këtë të maturës. Shështë një më ndej, muj me thonë që se cilin gjenerat e na o të tregu shumë i sukseshëm në profesionet e veta. Kena mjek, po flasë që vëtëm klas, po në gjenerat përgjithsi. Kena mjek jashtëzakonisht mirë, që punojnë këtu, kena mjek që punojnë jashtë në për Gjermania, në për Turqia, në për mjek, top mjek, kena edhe pozita tjera, gjithë shka, kështu që krejt gjenerata kena dalë dishur sukseshëm, edhe pse shkollën na e kemi kry në për shpia. Gjenerata jonë e kena kry, vetëm një vjetë unë e kom ri objektin në Gjon Buzuku në prezent, objektin po atë një vjetë mas luftës na pregëstimit na ushtrishim në për tokë me mi marrë E kemë vri të në shkolla jo? Une një 3 javë më konë në gjimnaz gjusor, edhe kurse pa ta gjetë vetën. Që su në shpia u konë mas bazenit që është ortakoll e shpia, që të e majshem. Ka qenë ortakoll, ka qenë në Arban. Që aty di ka? Bravo. Një amor pa lidhje. Edhe se gjeta vetën nasi, edhe fati një agjë i jemi i vogli, a kupim pytë, thot qysh po duket shkolla e mesme. Thash s'my kes të merë si idiot. Abden, qka, thash arti, qka muzikë. Mandej, na kemi majtë mësimin shkolla e mesme të muzikës kërë pranova në shoqni takimit. 2 vjetë, 1 vjetë ma ne kemi majtë në Lorenzo Anton, në altë të shkolla. Me mu e kundërta është. Unë aktrimin e kom registru, edhe e kom lënë dhe më thonë shkollën e artit, kom vazhdu në ekonomikë. Unë, masi që o kry lufta krejt komplet, për herën e pare kom pa shkollën. Qysh do këtë, së nuk e kom ri kur dhe më thonë me konë mrenda për me... Banë në shkollë të mesë, unë jem konë shumë i sukses. Jem konë kryetar shkolle, jem konë sekretar diçka pe i rëtësës, si pa të nëzirë, si grand, do instrumente, piano, na pa të ndonë, si përfasus i shkollë. Edhe egzonin e di që drejtarë koni shkollë. Jem konë shumë jem konë i sukses shumë, adhen të shkolla. Për ndryshe, une jem konë një 6 vjetë në teatr, dhe s'mujta me vazhdu si këta, mandej, qatë qefë. A ka qenë teatri i qytetit në atë varë? Teatri i qytetit. Mas pari kom fillu me teatrin e fmive, mandej jom pas angazhu dhe në teatrin e të rriturve, me rolet fmive, se kom qenë pak ma kështu, po mandej kom pas Gjekën, Auronin, Lullin, regjisor, Androjsha do më thonë me shku në aktrim, po pas luftës mandej shkova në elektro. Mas ju kom që treve ju kom prej Zrenit, edhe në fakt po flasim për shkollën fillore, për gjithë shkafin, e thënë në kise në fakt kone fundit po shkon ma shumë prej Zren, po në anën tjetër fatosi ka qenë, po vazhdon,
shkon vjen, njëjtë edhe Egzoni shkon vjen. Sa shënë ndryshime, dhe më thonë, tek qyteti, të qyteti Prizrenit tash, që ka ndryshu, diçka ndër vite, Nëse niseni për meje, une Prizrenin e kujtoj të Shadrvani. Pa. Edhe me emocionin që të du me këthy shkoj të Shadrvan, të në Shadrvan bashkë, edhe që të kafet ku kom nejtë të nejre, apëten? Jo, 2000 e ka pas peca aty, që të kom nejtë shumë, po logika është e pjesa e zhvillimit urban, kështu zhvillu shumë, ka ecë, kom nejtë o bukur, o mirë, që ajo pjesa për paras që kanë thëmë voçare, për shambull, u konë kur gjohes, apëten, ta shëki valin ma të këntumat, të ja obe qashia kështë, apëten? Nuk më lem për shtipja e pjesë mu. Unë e du të Shadrvanit. Po, sa jam knasë. Po bre la, po që gjithë beser, po shkaj, cila ka merë bre është të mi qizoj? Andre që be kryetar ato rrugë beser, po gjithë janë të punu, gjithë thot diçka. Allah kom Shadrvani, do shuk i kam pas do kafiqa, po folim, ja i kina mshel, jo që kafi qashia do me thonë u fokusu. Shadrvani diqysh në erë gjëna, beden. Ja, për neve o e më shka është, po pa tjetër, veç, unë e peshallet e shok të mi, ata që dalë, kur shkojnë Prizren, si shokisht e avje. Edhe ata nuk është që e kanë si lokacion Shadrvanin me dalë, gjithmonë munohen mu të rejkë me shku dika tjetër, ma ku u transferu tash, që po bëhet ma e qarkullume, po. E kështu që kjo pak për pengon, zdija, në është ta veç mu bëmu vakia, që a bëdi. Ja, gjërala, e ezve me ko është, normale e po. Shadrvani tash u boj bukur. Shumë mirë është, po. Që i kanë... Tash e kanë shtru. E kanë shtru më është shku. Si më kom prej natë të tretës, mos si më kom. Unë e po eci, një gjatë që e ka të mirë Prizrenin, për shembull, kur përshkoj, nuk me prek i kjerin. Këtu në Prishtinë në kurs kom hec, po thujse, e tash po kom qef shumë me hec, ajri jo shumë maj mirë. Po dalë jo... Po që ka lumin është ajri mirë. E thaf ato se që jena vjetru e kena. Jena vjetru e plesnia, dhe tu hec, që valë. Po mësë konë botoks atë operacionet plastike, më në që shduk në i vjetë. Po dhe po... I bëjnë njeri edhe që i ri. Edhe flokë që i kena... Edhe i kena mjellë. Edhe i kena mjellë, flokë të plus botoksa kena bu. Po është emocion një veçanë, Prizreni është fantastik. Edhe, që kam përqenë, të Prizreni përqenë qilin në përgjithësi si popull e kena atje në Prizren e kena pak ma kadaldale. Edhe ora, për shumë, këtu ecë një dyher pak ma shpejt, nëse sekunda... Kjo është qëllë njëre. Ati shumë kadaldale. Edhe në trafik e ki në ecë zgutët. Abdo në ka kadaldale, edhe në të parën e qëtë edhe kadaldale. O lezë, po një farë durime, një farë qëtësia, o ka lezë. E çfarë ndjeni është kur ju thonë për shembull se ju pyesin për shembull prej kaje, edhe ju thoni Prizrenit kur thonë qytetit më të bukur Kosovës? Po interesant si ndjeni. Mos më pëlqen kjo shumë si ndjeni, sa më pëlqen për praktikës temet, që sa vjetë edhe në punë, edhe në biznes, edhe në profesion, që për neve thonë që si njerë, si popull e një shumë korrekt në këtë sferat. Ajo më bën pak ma shumë muni i mirë emocionalisht. Se sa si qytet, që falida. E ki një urë do ujë, do sane, regullo. A që Prishtinë, për shumë, dhe kësha e bo det. Prej licenit që i dha premtimi kryetarit, është i detin, a? Det, e kësha bo det. Ti sigur po që kryetar. Si është qaj dohi asfaltit që djep verës. Egzan? Cila pyti kja pyti aja? E Prizreni lidhë që ka. Diçka për Mitrovica. Në deti të kam po më në Po të bjaj po, lab, interesant është një fakt, do me thonë edhe në fakultet, kërë e më konë krejt profesorat, kërë e vetë deshen që jom i Prizrenit, dhe që një njerës të matë putë dhe matë kulturu. Në me u konë një farë ndjenje jashtë zakonisht e mirë. Edhe, sinqerisht, ashtë për thomë, në Prishtinë, kemi shok të ndryshëm, veneve të ndryshme, edhe sa do pak kena marrë nga kulturat, nga mënyra qysh është qysh jënë rrite e kështu, po definitivisht një me e kena pak
njerëzi lokun e theksume, edhe kjo më bën muni shumë mirë. A din... E kanë edhe tjerë, pa tjetër mos dalë tash që veç Prizrenin, po, është jashtëzakonisht. A di çka është interesant, për shembull, na që jemi rrit krejt me art, Prizren për shembull, njerëzit me shku me pa, deri vonë ka qenë tash, nështë s'po di që veç deri vonë, sidomos edhe në Kongë kemi qenë na fëmijë, me shku me pa festivalin Zambaku i Prizrenit, jon vesh shumë bukur. Shumë e vërtet, po. Teatri. Edhe teatri shfaqet ndryshme, po. Çështnia tagimit kur ka bu koncerte, për shembull kur ka knu kori, folklori, njerëzit jon vesh ekstremisht bukur për me shku me kqyr një koncert. Domethënë nuk ka që kanë shku gjithçysh, ata jon vesh në shtat më bukur se ai që ka luajtur në skenë. Do të thonë kanë feste. Ka një farë feste, edhe është një farë niveli, taman që është që pak ma ingritun në aspektin që njerëzit e shijojnë disa sene. E kanë shiju një festival, e kanë shiju një teatr, e kena... E që aty është pak një farë ndjenje që të kënaqë. Unë po të se në kejtë që to jem konë të performua. Në krejt që to je konë të performua, por po t'jepet mundësia edhe je antari kryesor i jurisë Zambaku i Prizrenit. Ku je vendin e parë? Dytë për para këta? Fatos, mos e harro mahallën. Ama bukur e tha Konga, meritokracia. A gjithu vlerësu Konga? Atos po s'kum pas vakë, bo një ma shpejt në kumbo. Atos dytë janë, dytë i ki përbaqë. Konga njeri, cili ashtë Konga, juria zgjedh me Kongë, me përbaqe, me këndim, me interpretim, me tekst, me kejtë. Fatos mos ta thiri Fatonin. Fatonin vlau. Ku marë pjesën në Zambak, Kris Leka e ka bërë një kongë për cilën kongëtare ku më haru. Po unë e të zeni, ajo ka qenë Alisa, në shta? Alisa Kisiri. Bravo. Vajzan me në Jo, Kisiri. sështë e minat, ka qenë tjetër, Alisa ku më haru, emrin. Ma e vjetër, se Kisirin e kom pas shoqe. E unë e të zeni pa të marrë pjesë nësi, të shuj back vokal, jo, po një farë performance ku ishe jo, azen, edhe Zambakun e kom përjetu në pëjmrena kështu, azen, kështu që edhe ajo trep shumë i mirë Zambaku. Edhe lokacioni ku bot, Lokacioni ku bot, një farë emocioni, ndryshe. Jam të e lypë Alisa, nuk me gjetë, për të me gjetë. Alisa, Nuk po me gjetë. ose Alisa, ose... Po Kris Leka di që ka bo kongë. Edhe kompozitor për para, sidomos në Kongë, kur ka qenë Bobi drejtor, krejt kompozitorët në atë kokë, i vetëmi po flasë para luftës. Festival që kam bje tu në Kosovë, ka qenë Zambaku i Prizrenit, edhe vishin Pranvera Badivuku, Kris Leka, Tomor Bedish. Top emrat. Krejt kompozitorë në atë kokë që kanë qenë me emën i që ishin Kongë. Unë respekt për krejt ata që kanë performu, respekt për krejt ata që kanë organizu, unë e di që nisi u konë gjithmonë sponsor medial, i Zambaku i Prizrenit. Nistenishi është Nistenishi është ku jemi. Nistenishi është ku jemi. është... Nuk o veç Zambaku, me televizion, apo diska. Jo, kabi, jo. A vërdita Zama, jo drejtëresha. Nistenishi është televizion që i kam shtetë, jo vetëm Zambaku, po me marrë me qyrë tamam, gjdo këngëtar, qoftë edhe këta repera që sot nështë apo duken që s'kanë nevoj për... Këtë kanë linë në televizionin. Ta shta folim realitetin. Jo, realitetin. Besër në arhiv të ishe kejtë, babda. Arhivën e kjetë regonë. Arhiva e të regonë. Edhe ka pasë edhe festivale, edhe televizion që ka organizu. Po du shkurt, për shkak se minutat veç për na ecën edhe për na shkojnë minutat. Cila këngë është më e bukura e jotja, Exxon? Që ti e mendon? Lab, unë tash po du me fol pak për këngën e fundit. Nuk pa tjetër që me krejt bashkëpunëtor që kumë punu edhe ma herët se jo veç me këta të fundit e kanë donë ma të mirën e mundshme. Për shkak që edhe nuk më ka ardhë keq jo me këthy, po me ndru kongën a qa po di nëse nuk më ka flajt. Konga e fundit e jamja quet Thirëm, e kumë punu me Armend Recipagicin, me Aida Barakun, edhe e ka orkestru në gjatë Mujovi, Virusi. është një kongë jashtëzakonisht e veçantë për mu, edhe njëra ndër kongët më të bukura që po mendoj që e kam, edhe bile i thëm Armendit, s'dija këna mujtë me bo në herë që shdo në i kongë tjetër. Lab folë për gjitha ta njerës që në momentet e liga, në momentet kur kanë pas shumë nevoj për dikan,
e kam pas gjithmonë dikant që ja ka zgjatë dorën edhe nuk i kalon me ra edhe me hum vetën. Kështu që po besoj që secili diku mes rreshtave, kur ta dëgjon këngën ka me gjetë vetën, e ka shkri pena Ida Barakut, gjithashtu edhe kompozimi i Armend Xhepagici që jam shumë falenderos, patjetër edhe virusi e ka treguar një mjeshtri shumë të madhe që e ka. Për një zamër për Armendin edhe për Aidën, janë të sarë që i kemi në këtë vend. Lumi edhe taulanti janë shumë të shpejt, zakonisht. E gëzën, refrenin. Nëse naj lajmi keq, frymën ta kanal. Nëse jeta sot dorlir, e asnjë ditë s'pon dihesh mirë, thirrëm. Nëse shet që kot e këqia vi, nëse s'kena njeri t'mirë, thirrëm lotët me t'i fshi. Edhe, po dua dhe mund të lidh diçka lap, ndoshta është, s'po di sekret apo jo, konga thirrëm u kon kongë Armendit, e albumit fundit që e pat Armendi, u kon e destinume, u kon e punume për Armendin, edhe kështu që Ja pas ke marrë dhe ja ku marrë. Edhe me timbër t'ik, no. Po tash është identiteti i Armendit, kështu që u duke më përshtat. Për ndryshe briljant ata. Edhe Kur t'plakën edhe pa ku me bëdho një jam shumë i lumtur lap që ma kam besu kongën e vet, edhe e di që Aida ka pas shumë për zemër këtë kongë, po ju kom pik, ja kime ma dhonë muja s'ka. E kështu që kjo. Në kje? Shumë kongë e bukur, kompliment. Falenderit, falenderit. Tash mi do kongët, najherë, a di që thojnë si fëmijë, cili fëmijë ma i mirë, cili... Po nuk e di arsyen pse një dhimbje mbetet ti, mu kur e ngoj, ma len një... Tash, për para, gjithmonë kur e kom kënu me heshtje mos më dëno, sidomos fanset, e ka ndosh shumë me heshtje. Po mu më pëlqen një dhimbje mbetet ti, edhe pse mas asaj kom bo dhe kongë tjera para... Vish refrenin. Një dhimbje mbetet ti, po mendoja unë tani, një plaktrën më leti, mundohem çdo ditë më shumë, jo nuk bën asesi nuk po bën, s'po di të dua, s'po mundem të dua, thua si, do t'ishte ndryshe, po t'ishe ti. Faleminderit. Faleminderit. Fatos. Oho! A t'ka marrë malli për kafenin? Fatos, falë se po të pengoj, jo po të ndërprej, edhe Fatosi ka pas kongën jashtë zakonisht fantastik. Ku bon disa Se këngë, gjithë shka që është e mirë, ka fund, jashtë zakonisht e bukur. Kënjerit që këmë kërë. Unë kom pas fatin dhe më thonë, qitash heq ma largë dhe më thonë, më dole në arkiv kur hynë atë 25 vjetori, më dole të këndu, mbrapa Fatosi dhe më thonë, Fatosi tjetër, mbrapa krejta, në studiet e misionin, një kapëm labin, me ato musteqet. Me ato mustaqet. Kafenin se djam ka marrë malli, njerës. Ju boni koqo distancë. A ti në dyqysh nuk e di, unë sari që më bjen dërmen për ndonjë serial, mu më bjen kafenia dhe familja moderne, të Nështë dyja. ka marrë malli për një ekip që kanë bo një punë të tillë. Që kanë bo një punë të tillë që kafeneja ose familja mu përmenë se serialet mitë të gjitha konave të tash 20 sa vjetë. E më ka marrë malli nështë ta përqet, një ekip mu bo me bo një projekt që ashtu sinqerisht që shu bo kafeneja. A më dënë që kishtë dhezë sot, që shka qenë në atë kohë? Paj, nuk është që s'kish dhezë. Së me një karikë, hajde. Logika është që shumica aktorëve, nuk asë, Nita është, Nora që ka lujtë Nitën është në Amerikë, Ademi është në Amerikë. Edhe Fatosi në Amerikë. Aden jemi vane me mosh, e kena bo do mosh dasi, qaraveshit që kena bo s'dja mund bon. Aje kapës, s'mund me pas vajbin asaj kohë. Kështu që një tendencë e ka pas Istra, vazhdojnë ta ketë nëse s'ka bëj, me bo film kafene, dramë komedi, edhe me përmbyllë si ase. Po se di sa Edhe kjo e bukur, edhe kjo e bukur, se ide e bukur.
Me bo, edhe me përmbyll kej. Po si do që tjetë, une halanina krenar njeri mas sa vjetëve në 2013 u kry, njena 26, do më thonë njerëzia, mas 13 vjetëve, do më thonë njerëzia e këshyrin për herë 3-4, përse ki fmi që ta shikot 4-5 vjetë e këshyrë së ljanë, kjo vlera, do më thonë e shetë që ke bo punë shumë të madhe. Gjëtë që nuk ka qenë si sot. Kimin që keni pas ju aty. Qajo më mungon, së të thashme një projekt ku e kosht që ke kimi edhe ku bot pa kur farë interesi. Kimia ka qenë edhe sot, për e marrë shambull prind, e kam pa pik problemi për me ullshru smive, me shtiku për shkak se banalitet nuk ka egzistu. Në atë vak nuk ka egzistu në aj banalitet të serialit. Unë të betona kove të fundit, lab, do me thonë, mujtë e fundit gjithë mon, hi me këqyre epizodat, kafenes tonë edhe familjes moderne. Për e zotin, po. Jo që jo fatosi këtu, po sinqerisht ilshaj banes edhe jashtë zakonisht shumë vë u kone rafinume, e kulturume, me shmekt. Po, dhe ka pas mesajët më dhani. Edhe aktorët jenë konë fantastik. Po vim drejt fundit. Ku? Ka po shkojmë Të emisionit i Kakë Labin. A dini me falë? Me falë me fe, po me në praktiku? Me falë me të falë, po. Po. Ajo është njërzore, e para është që. Pa këta s'ki kur farë njerës jetë, pa falje. S'ki kur farë kriterit njerit. Okej, Egzan? Pa tjetër që po, lab falja është definitivisht hynore, edhe po shpresoj që adin që është taj mlefi, si me majtë atë gacën dore, ajo që të djeg jeti. Kështu që po besoj që me falë është jashtë zakonisht një akt i madhë. Okej? Zban pa të njëri. Tash, njerës të mdhaj falin, kanë thonë, mirë po edhe aj që kërkon falje, unë e mendoj, aj, nëse ka bo një gabim, që ajo kërkim falja veç du të më konë e paqët. Në momentin që kërkim falja, është e paqët, është katastrofale nëse ti, si njeri, nuk e falj, për shembull. Po ka dikush që e bon një ndoshta një gabim ndaj dikujt shumë të madh, për shembull, edhe atë kërkim faljen e ka me matematika, me interesa. Atëherë edhe ti nëse do me fal, edhe nuk është e falje tamam, se edhe ai nuk do të bëhet për një me, edhe ti një farforme po bjen në lajthitje. Po një njeri madhë, nëse dikush për një me ka bo një gabim, qoftë në shoqni, qoftë në familje, dhe i thotë sinqerisht dikujna, unë e bona këtë gabim, edhe në falë, o shumë madhështore, me ja falë, me marë, me përqafu, edhe me vazhdu jetën, si kur që nuk ka bot asë një gjatë, se gjdo njeri në këtë bot gabon, në asë njoni si janë atë pagabushëm, unë e muj me gabon ndaj dikujt, familjes, dikush ndaj neve, po esenca është ato gabime që i bojmë me qenë sa ma të vogla, po edhe nëse për një me kanë qenë pak ma të ndoja, qele zemrë shko t'i kujtu i më falë, nuk o mare sot me thonë falë, ama për një me. Jo. Njerëzor, pa këto njerin dhe s'ki qa merë frymë pa falja. Që aty kaldot shpirti. Faleminderit. Po të pëlqen kom? Po, ndobe, mu afru e ka nolë pak tempo. Jo, mu ka afru tash mangat. Kum theve të kesh të e shpuk. Po fillora atje, sa stanin tru më cilë, kesh të lujt. Faleminderit, kujti tu, patos. Faleminderit për të shka, nëse shumë karën si për të shka. Në falenderit e thëmë një gotuj nëse ma bjën dikush. Në mund që është ma e thjeshta, e tash një gotuj të bjeno. Edhe apet varët për të shka. Po nëse duhet dikuna mi tonë falenderit, kujtë? A e thamë, nuk këm shefi. Unë e kam këtë mirë që emocionin njerëzore të qastin. E kuj kështë të tonë falenderit për shamull tash këto momente? Kuj kështë të tonë, falemderit. Hajde, okej, po donë, mi tonë të kuj falemderit në përmjet një kafe me labin. Qëre, biologika, si dhja t'inglej klasik se këtë shkojnë të që kjo pjesë, avden, që është njerëzore. Në dy prindë që të kanë bëtë, kanë rritë, kanë ase, avden. Edhe ma ndej, mas kësaj periude, kur të vjenë, është një falendrim shumë i madh, do të dhe një gruje që t'i ka kriju familjen tash, këne, avden. Këto dy shtylla janë që ti do shmi falenderu të të njetën. Sebeb
Që ta shë thash se se ku më thonë. që duhet. Si ku më thonë, po ajo e dihet njëri, apëten. Mrana e dim ketë ku shkon falenderimi, apëten. Ta shë klasik të inglojmë këta, se nuk mu imi thonë falenderit atje që s'ka kur gjo me mund. Thash falenderit thamë edhe për shta kur ma bjena, apëten. Po falenderimi, mrana është të këto dy shtylla. Tash, rrugës, a kena bo gabime, a kemi bo, që aty ma në hynë edhe falja, aty në edhe jemi edhe, të ana njërzore e ki falenderimin edhe më falja këto e ki gjithë që aty njeri. Edhe ka kalë me më thonë mërë e fëmija mu falenderit, a najsen. S'ka lidhë. S'ka lidhë. Se menoj me njerë njeri, me po mos për më thonë, hitë s'u lo kërgjo, pasë një këtë la. Me e gati. Lab, definitivisht falimderit krejt atyne që kanë kontribu në barjen tënde, sidomos zhvillimit, artistik zhvillimit, personalitetit, jam shumë mirë njës, normalisht prej gjenezës, prej familjes, tash, unë përbesoj që familja është i vetmi institucion që nuk del kur prej modës, kështu që edhe familja prej ku ke ardhë, po edhe familjen që e ke kriju për mirë kuptimin e për gjitha. Me kje? Po, fatosi tha, t'inglonë është ta pa klishe, po normalisht se familjen, normalisht që prind në këtë rast i kom falenderu babit shumë herë, po du dhe nonës teme me tash mi falenderu. Unë si kom falenderu në anërë, si kom thonë kur falenderu. Unë i kom thonë se kom përmenë shumë shpesh, se diqyr me muzikë më ka lidhë, se unë plët senet që i kom bu, gjithmonë e kom pasë edhe këshiltare, kom pasë edhe njeri që tash po mungon në herë, mi thonë, o mirë, baba, so mirë. Po nonës po du me thonë njerë falimderit. Normalisht që tha dhe mas nonës vjen edhe bashortja. Ti ka bo 8 vjetë ke prit bablak. Edhe shumë, me t'i fru. Me shumë mund, ka kalu shumë procese që e kom pa, kom qenë ofër saj gjithë kohës, po du me falimderu që mi ka pru 2 engjojt njëtë. Po unë po du me shtu edhe diqka, unë po du krejt aty në fansave mi u falenderu, që po më vazhdojnë me mështet, që është shumë interesant, njerëzët që po na besojnë, që po na thirin me kënu, që po na thirin. Bravo, edhe kjo e në falenderit. Ata po na epin sidomos tash në përdasma, po na epin ditën ma të lumë të tjetës, besim komplet plot. Fantastik është. Tash lab, besoj që ata që po na shojnë zdi sa, kuptojnë atësim, po Egzoni, labi janë 100% në përdasma, të kyqën edhe e din qëfar, a i momenti këtë sytë që pikan gjato 4-5 orë të na, është një farë besueshmërie madhe, po du më ju falenderu që qatë besim po na dhurojnë neve, edhe inshallah pjo u kthejmë për të mirë, po mundohemi na me botonën, edhe normalisht do njeri që ma ka bo, nëse ma ka bo dikush në një të mirë një jetë, po du me thonë faleminderit, për fund faleminderit afër ditës edhe Florimit, edhe televizionin Nistani që kanë lujt shumë rol të madh, ama shumë rol të madh në mbështetje ndaj meje si televizion Nistani në karrierë. Këto e kom thonë 100 herë, po masi tha faleminderit drejtoreshës t'ja qoj një përqafim për këtu, se për një me ka qenë shtëpia jeme e dytë. E këtu hinë edhe Labi, se prej një kafe me Labi në emisionin e parë të vdes apo të pres, te Labi e kom provu. E një Labin edhe është djallë i mirë shumë. Unë po du ju falenderu edhe juve që ju kom sonte pjesë e emisionit, po nuk isha dash me mbyll, ku në fakt është e pa mundshme që sidomos me hyp makinë edhe me shku drejt pjesën, edhe ku me pas vajzën roën gatë, e mos me lëshu Jakub Ferin e gëzën. Një me a... Gjatë gjithë rrugës, prej fillimit dim fund, e dim përmenç. Kështu që, dhe me thonë, është njëna pikangve, dhe me thonë, po më duke që si t'hypim në makinë dhe thotë, bab, e du Jakub Ferin. Blja dhe një kalash. Jakub Feri mor ku je, trasin malet me piskam, 30 krena oj ke vle, me 7 pjak pori në kam. Jakub Feri mor ku je, trasin malet me piskam, 30 krena oj ke vle, me 7 pjak pori në kam.
Faleminderit, Lung, faleminderit, Taulan. Si duar të rëkasim masakrës na, çfarë njerëzin atë kësi. 30 krena i ke prejna, bravo. S'ka lidhe, hajt. Pato s'po të thirë diku të telefon. S'ka lidhe qika. A përse e përmenda qikën unë që qika për Pa, ku i esit, bot 10, e din këtë shëflejone. Knasi, faleminderit shumë. Knasi. Na s'pe bëjmë këto atin se shjema 5. Me 15 gramu po. Jemi regull, ole. A vinë edhe këta? Të shojmë. Aty jena. Jo, e kanë sezon këta 15. Jo, 15, jo, pak ma bënë fillon. A jo me 15, ka? Ta shumë shtypak. Të u bo asikshe, jo. Knasi gjithë lopit. Ekzam faleminderit. Lap, shumë faleminderit për gjithë shka. Faleminderit. Labi faleminderit, u gëzova shumë edhe që të posh, edhe që kesh me 2 shokët e mi Prizrenit, kështu që inshallah gjithmonë kena më posh të mas 15, për shembull Aba e lësat. Në atje e kena gitarën, s'kena kësi piano e violina. Sa piano mi marrë me vetë? Një, se të leta kënë. Të pash atë. Arjan, Hajdar, Halim, Patos, Taulant, Ljum, Berat, Hajdarit sa arove. faleminderit. Denin valkur pjeni. Deni Prizren. Ate më në këto të e, prezari, sa më në të mas kamera, e së të më po. Ekran faleminderit shumë, Flar faleminderit që jepi se imja, por gjithashtu një faleminderim shumë të madh Prishtina Tiketit, Aria Petrolit, Pavin Kafes, Prime Travel dhe gjithashtu Valonës. Jam me fat dhe falenderus, një falenderim jashtë mase për secilin prej juve që qëndroni çdo të diele e mbroma bashkë me një kafe mlabin. Paqet një javë të mbarë dhe të suksesme, shihemi javën tjetër bashkë me një kafe mlabin. Tung tung.